sa ko ka patur akses në email dhe prokurorëve, personi ose personat Keqberës, se këta mund të kenë patur shumë kohë që të rinë të lexojnë email dhe këtyre. Edhe pastaj, përderisa kanë shpërndarë pastaj, te gazetarët e këta, si ne që mund të themi tani, ti the Monola merre këtë librin se që është libri i bukur. Na lexoj dhe ti ose merre dhe ti dhe qysh. Si është kjo punë? Pikpyetjet në këtë histori janë sa materiale janë hakeruar. Të çfarë natyre janë këto materiale që duhet sqaruar? A kanë shkuar në duart e personave të tjerë pa autorizuar? Çfarë përmbajnë pajisjet të cilat janë sekuestruar, sepse është zbuluar një zyrë nga ku është bërë hakerimi dhe janë sekuestruar të gjitha pajisjet. A rezulton që nga këto pajisje... Kjo zyrë ku është? Kjo zyrë është një nga kullat, e vendosur një nga kullat në Tiranë. Nuk mund ta bëj publik vendin, kullat janë dy nga kullat? Por një nga kullat këtu në Tiranë, një nga kullat qendrore në Tiranë. Thuaj një kullani që dhe... Po pra një nga tani në kullarin të gjithë. Dhe që është bërë edhe kontroll në këtë zyrë. Janë bërë kontroll në disa... Ajo ka dalë, është bërë publike, nuk është bërë sekret. Dgjoj, zoti Tela, se cili nga... Po është bërë publike. Okej, unë... Ne nuk kemi roje të... Po? Godina, që një vetë si Godina ETC në Tiranë. Kjo këtu që rrëllohet? ETC në Tiranë. ETC është këtu te Dulakët. Po, kjo, nuk rrëllohet. Në një zyrë aty. Po aty është gjetur. Në një zyrë aty. Unë më konfirmoj në një nga kullat në Tiranë, kaq mund të them për momentin. Dhe këto pajisje janë duke u ekspertuar nga ana e prokurorëve të posaçëm. Po sepse mendoj që kam përshtypjen se në këtë mënyrë mund të dëmtojmë një hetim, sepse nëse më lejon, nuk e shikoj këtë si një histori të dy zyrtarëve. Unë e shikoj si një histori mafioze zoti Rakipi, që ka disa qëllime të përcaktuara, që nisen që nga shkatrimi dhe dëmtimi i reputacionit të prokurorisë posaçme, që nga lufta e klaneve brenda Partisë Socialiste, se të gjithë personat e përfshirë në këtë histori deri më tani rezultojnë të lidhur në mënyrë direkte me një eksponent shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste, janë emrime direkt të tij dhe janë njerëzit e tij të besuar. Tani prokuroria posaçme ka detyrë të na thotë nëse ky eksponent i lartë i Partisë Socialiste është ose jo i përfshirë në këtë skandal. Se ky është një skandal me prapavit pastër mafioze, pra është akti më i rëndë në këtë vështrimin tim, edhe më i rëndë se sa sistemi tim. Eksponenti kush është, Klodi? Po tani ta them dhe këtë dhe pastaj të shkoj unë në vendin e Zambak Gjoni dhe ta Arnold Rokajt. Po tani nuk është një çështje dhe ju e dini që nuk më mungon kurajoja, por po them që emrimet dhe besoj publiku e ka shumë të qartë. Kjo nuk është histori as e Arnoldit, as e Zambakut. Është një histori mafioze e mirë menduar. Po tani deri me përdor Zambak pastaj është me i rënë dajrës, Zambak. Që do me thënë kjo pëse? Që ju thoni që kjo vjen vetë Spaku, është një grup i strukturuar mafios, është një grup i strukturuar kriminal. është një grup, për mua, jo vetëm kriminal, por është një grup me prapavi dhe me qëllime të qarta mafioze. Është shumë e qartë kjo gjë, se sa do shkoj Spaku, të shkoj deri te kreu ti grupi, këtë të na e thon prokurorët, unë prandaj ngrej pikpyetje. E para, e dyta, këto materiale ku kanë përfunduar, ne nuk e di mende. A ka ndërhyrje në këto materiale që kanë dalë? A janë përdorur gjatë kësaj kohe për shantazh ndaj njerëzve të caktuar? Prandaj kjo çështje është kaq e rëndësishme. 041 jo, nga jashtë, më dërguan nga jashtë me emrin. Tek ETC, eksponenti PS është filani. Se duhet ta thotë Klodi, jo mëse. Ma thot me 041 Zotria që të shkruan mund të futen lidhje direkte, le ta thotë nëse ka garancie dhe nëse ka prova për këtë. Kush është më? Se gjithë këta janë trima kur janë në koltukun e tyre të shtëpisë. Dhe më shikoj pak aty. Nuk ka rëndësi më shikoj. Zoti Rakipi, reakcion nda emrave konkret, do duhet të kemë... Mua ma dërgojnë të nga shiko. Shiko qa popull jemi ne. Shiko. Mere tani gjitha një pjesë e materialit për shantazh videt dhe ju dërgojnë 2 gazetarëve. Dije dhe Kramore ti ishe në një studio dhe flisni edhe ti aty, fliste edhe një tjetër, foli edhe një tjetër gjatë, pastaj foli dhe një, thoshin edhe një tjetër me integritet, madhe mbajti nuk e hapi ai thon, që ishte i Partisë Demokratike, ishte i opozitës. Do me thënë, përpjekja për të shantazhuar të gjitha është një silemsh i madh, që ndonjëherë duket sikur duhet të fshihen edhe ngjarjet në të cilat përjetojmë tani. Do me thënë, ndoshta hapet kjo? Nëse në këtë histori është thjesht çështje shantazhi, pastaj është relativizim komplet i historisë. Spaku ka reaguar sot sepse lajmi u bë publik. Sepse Spaku ndoshta nuk do reagonte sot, mund mos reagonte as pas një jave, sepse ngjarja ka ndodhur në datë 12, janë bërë 2 arrestimet dhe janë kryer disa veprime hetimore, po nuk ka dyshuar asgjë në këtë fabull deri ditën e sotme. Njerëzit, publiku duhet kuptojë diçka. Ka ndodhur një
SPAK-u po e quan një sulm kibernetik. Por duhet kuptojmë një gjë, SPAK-u është një institucion, ta mendojmë, një godin e blinduar që ka vetëm një derë, dakor? Dhe kjo derë hapet vetëm nga brenda. Dakor? Çdo institucion tjetër shqiptar, ministrira, një agjenci, duhet i konsiderojmë si një godin të madhe me shumë dyer. Aksesi është i gjithanshëm. Pra, kushdo mund të hapi dyerën, mund dalësh nga një derë ty te një derë tjetër, ndërkohë që SPAK-u vet ka akses te të gjithë institucionet e mundshme, por askush nuk ka akses te SPAK-u. Dakor? Kështu që këta të dy personat nuk besoj se mund të jenë mjeshtra të hakerimit. Këto janë dy punonjës të shtetit. Dakor? Dhe derisa punojnë te drejtoria e burgjeve dhe te IKMT-ja, nëse do të ishin haker, do kishin bërë karrierë të jashtëzakonshme diku tjetër, nuk do punonin në shtet. Do të ishin. Kështu që më duket e pamundur që këta dy personat kanë pasur fuqinë e tyre për të hyrë të aksesuar emailët e SPAK-ut. Pavarësisht se në deklaratën e tyre thuhet janë aksesuar 3 emailë, pra të 3 prokurorëve, emailët janë pjesë e gjithë strukturës që ruhet e IT-s së SPAK-ut. Nëse SPAK-u edhe në raportin e fundit që ka bërë publik për parlamentin, ka investuar miliona për të ruajtur, themi nga pikpamja kibernetike të gjithë rrjetin e tij, nëse aty investojnë partnerët huaj, Amerikë apo BE, që këto të dhëna sensitive të ruajnë mos dalin, ky lloj sulmi nga 2 individë të tillë, thash, që punojnë në shtet, sado të aftë jenë në programim apo nuk mund të jenë ata aty. Është e pamundur që pa një bashkëpunim nga brenda, pra dera nuk është hapur nga jashtë. Dhe këtë duhet ndaj SPAK-u, ka qenë rrjedhje informacioni apo vjedhje informacioni. Kjo është gjëja që duhet ndarë. Dhe deklarata e sotme përpiqet të eliminonte faktin që ka një bashkëpunim të brendshëm, por duket e pamundur në këtë rast që pa një bashkëpunim të brendshëm ketë pasur akses dikush, një individ i tillë nga jashtë për të marrë informacionin brenda SPAK-ut. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të zbuluar. Dhe fjalia e fundit atje që ne mendojmë dhe po hetojmë për një grup të strukturar kriminal, kjo flet pastaj shumë. Se grupi strukturar kriminal ka qëllimet sepse duhet ta bëjë këtë punë. Pra, ky është problemi. Ka personazhe dhe nuk janë 2 individ, dakor? Njëri që ka hyrë dhe tjetri që ka shpërndar materialet, për të menduar që këta të dy janë, themi, pjesa kryesore e grupit strukturar kriminal. Grupi strukturar kriminal ka hierarkinë e tij, ka shkallën e tij dhe këtë duhet hetoj SPAK-u. Këtë duhet kuptojmë. Kush është grupi, kush janë personat që kanë tentuar të hapin derën e SPAK-ut ose kanë hapur derën e SPAK-ut dhe pastaj kanë marrë sa ç'kanë marrë, nuk e dim, sepse mund të ndodhë që mbas një jave, mbas një muaji, të bëhen publike informacione sensitive nga SPAK-u dhe gjithmonë justifikimi të jetë janë pjesë asaj vjedhjes së bërë në 12 mars. Pra, po. Unë shoh disa probleme te kjo çështje dhe fillimisht çështja e parë lidhet me transparencën e institucioneve të drejtësisë.